Këto janë ofër 300 copa, vlerë një dhija është 300 euro tashti, dhija lanë ella kingja. I kina ble edhe kujdesna janë 8 copa, kual. Një vlerë një kale? Ofër 2000 euro. Po në më ma ofru, nëse më ofru me gjithë Prishtinës më malon banesen, falë më malon nuk e kishna preferu me dalë me jetu aty. Përveç se në ka tonë natyrë, ajer pastër edhe ata me murë rrugët e gurbetit, të konë mundësia që hecë puna dhe janë fitimet këto në vendin tonë. Jo, nuk e menoj ata, nuk e preferoj atë. Një rrugë ati e dele dhe i në vend tonë edhe të familje jote. Kena këto mundësit, më mirë me bujqësi, pa mërë parasin, shka më nëshë më kapë edhe këto. Dhe tregona se po i shohim mbrapa teje edhe këta kuajt, po duken shumë të bukur. Tregon pak prej nga i ke marrë, qysh i trajton? Këto i kina ble edhe kujdesna janë 8 copa, kual, edhe kujdesna në të ardhmen pritet më qelë kja aranjë për vizitor për sen, në të ardhmen pritet për momentin janë 8 copa. A duesh me, do më thonë, sa shpenzojnë të në dite për ushimin që duhet me ja u bleje krejt ato? Shpenzime kanë, se këtë për momentin dirë frek janë konë mbëllë, ta shtë jakë në njësë pak mi shluën, mi qitë natyrë në kolosë, po edhe kja shkon punë e qefit, e hobi. Sa mundet me ka një vlerë, një kale këto? Po selët dikonë ofër 2000 euro. 2000 euro një? Po, se janë edhe domoza, janë pak ma të ri, po selët dikonë ofër 2000 euro. Qa i bëm këta diqa me konë ka që të veçanë që me pos qef njëri me i bajtë? Po të veçantë janë pak edhe punë e hobit, qefi, se pak ja dikush nuk i ase, po janë, pratë maraklien janë najmojmë. A keni pas nëherë probleme diqa me ta, diqa që i ka sjell juve rrezik si njerëz, këto që keni punë me ta, do më thonë? Jo, dherë tashti jo, se edhe i përcjellë. I përcjellë edhe i shem mrena. A shmo mi dajet pak edhe të pjesa ku i kemi edhe vit, me i po nga ofër dhe me nga të regu se qysh shka një ditë e zakonshmja e jote për me i lunë bajt ato. Po tashti du të ceki se tashti jena këto në shtallat e zëtëri Gjabir Zharkit. Du të falimderoj shumë për këtë të mirë ose këtë mundësi që ma ka onë mu, se na të regua më herët a numri a fornimi të copë, pas jelën dhe i jelën ella kingja, për momentin se janë gjithë me ella me kingja, a numri madhë. Te! Ajt! Për fermën nguri, do më honë për ne ka letu edhe pak punën, se i kena kushtet këto janë gjitha. A ujna me vazhduar? Po, mujna mi po, tashti dhejt janë të venit tonë, dhejt balkanike. Tashti mujna mi avhap derën edhe mi këshyrë. Po shumë i pra që është një pjesë e madhe e kyve, sa copa ka që janë? Këto janë ofër 300 copa, këto janë dhej dvenit tonë, që i thëmë dhej të hasit. Sa më me qenë një vlerë e një dhije? Po vlerë e një dhija është 300 euro tashti, se kanë lëviz pak çmimet, sjellë dikon 300 euro. 300 euro, aja vrin me u marrë me to këtu në fshat, me punu me to? Po ja vlen se ti po kërkesat, si të qumshtit, tashti aj mjekësia po lidhet për bilmetit dhe dhijës, dhe më ona është neshme. Kjo muj me thonë edhe erën domin që e ka, tashti që i rinë shtallë, kjo e ka që thujnë është shërus. Tani kua mishë, kua qumshti e dhijës, e ka kërkesa. Tha ma herët ideja që kanë fytem të shumë. Tregom ty si person, a e kishë ndru në i herë profesionin këto jo, po a e kishë ndru vendin a i herë për me dalë jashtë me jetu dikon jashtë Kosovës, edhe mësë më mirë në këta heqë? Jo, nuk e menoj ata, nuk e preferoj ata me murë rrugët e gurbetit,
të konë mundësia që hecë puna dhe janë fitimet këto në vendin tonë. A më me nxjerrë një rrugë Zvicrës me firmën që punon njëjtë sikur ata në Zvicër, për shembull. E nxjerrë, si ti përkushtohesh, si të kish përkushtim, edhe të punosh me të, ti këshesh mirë një rrugë ati e dele edhe i në vend tonë edhe të familja jote. Nuk ka shuna herë me një kur për shembull me lëshu Kosovën për me dalë me jetu jashtë shtetit? Jo, edhe s'besej që më shkon. Nuk më ka shku edhe nuk besej që më shkon se kena këto mundësit më mirë me bujqësi, pa mërë parasin shka mund është më kapë edhe këto. Të tregona naj pjesë veçan, naj histori për jetës sone që ke bo me punën që e bën deri tash. Histori, rrëth kësaj pune, histori ka shumë. Ka shumë gjatë kohës, po e kam një histori tashti që i thamë u avit tashti nga më prak festës Kurban Bajramit. U konën se vini i përzgjedhin, domethënë i zgjedhin kurbanat para se një javë përpara ose 2 ditë ose 3 ditë, ka ndodhur konë një kurban që domethënë unë poshna atë çashtu që mu asi kur e mora me çum me preje, dhe ka bën një jetë një sikur ti me bën një jetë për kurban. Ai dyqysh u përkol unë gjithë për tokë, dyqysh sikur më mrava, më thonë që edhe më përkulën, po unë atëherë nuk mundshna me kthy atë kurban prapë, se nëse ke bën një jetë ti, kishta qef çaj më të ardhën, apo çaj kurban më të ardhë ti. Çaj rast u kon, edhe ka raste gjatë jetës, e ka një farë histori këta po. Po tregon pak ti me punën që e bën këto, a ja vlen edhe rinia, gjeneratat e reja me u marr me punën e njëjtë që ti e bën sot? Po ja vlen çdo i ri, mira me gjithë vjetin anë, pa më parasysh dikush nuk e preferon këtë punë. Po bën më mirë se bujqësia bakja pak e rënë, po ka fitime. Ka fitime one i kishna thonë që thojnë rinisë tonë, sa di kena që thojnë lirit e dunjajës. Ja se dhe nuk e ki të kufizuar me shka qysh me punu, i ki gjitha. Mira më mirë me vend tonë, me dash vendin tonë. Po dikush për shembull që del prej fshatit edhe del në qytet me jetu dhe thotë që nuk merrna me bujqësi e krejt ako. Ka mendon që i vjen ajo ide ose pse nuk i pëlqen bujqësia? Çka ka po diçka tjetër që në qytet që e ka bo me ngrejmë asoj? Po qëre ato thujnë qyteti që ka domethënë e sill na fakën më shumë më konë qytet për punësimit gjitha. Po unë më afru, unë se hidet guri, po thamë më afru me disë Prishtinës më malon banesën. Më malon i banesë, valloj nuk e falë më malon nuk e kishna preferu me dalë me jetu aty. Përveç se në katon natyrë, ajer të pastër edhe me bujqësi më mirë. Nuk ishe mujt me u ambientu me jetën e një qytetit, sikur me ato të katunë? Jo, unë jam lind, bakja mënët më konë edhe kia që bakja jam lind katunë edhe i kumë bon tashti 45 vjet i kumë në këtë vend këto dhe jam adaptu më nuk menoj. A mendojnë që fëmija ju të ka me trashëgu këtë punë që te e bënë sot? Po besej që po, se thujnë ka që kanë rrëta parë, shkon edhe mram ta, besej që po. Çka i kishe këshillu të fëmijës tanë për me punu edhe mos me lëshu fshatin e tij? Po unë e kishna këshillu mira me mësuaj, me hejs me shkollë, po edhe kje punë nuk është e dopt. Se sjell fitime edhe anë punë halal që thënë. Punë halal. Tregom një mesazh për fund, Hidajet, çish kishe me ja u referu punën që ti e bën këto krejt atyme që nuk ja kanë idenë fare se çish zotrohet një firmë. Qëre, tashti me fol ata në shka e di edhe shka muj me spjegu për ata që menojnë më mirë. Kjo është puna që të bëmë habet. Ose të lujtë kartë e po mirë me bujqësi, aja gaben. Por në qofë se nuk e de këtë punë, aja mënët me me hupë. Përveç se që e de këtë punë edhe do me vullnet, mënët me arrit me hecë për para. Faleminderit shumë, Hidajet. Faleminderit për juve që keni gjithë kohë, ju uroj suksese.